Kafeja dhe horoskopi, kombinimi më i papritur që do të doje të dije më herët. Një kombinim i pazakontë mes astrologjisë dhe shkencës së ushqimit po bën xhiron e rjetit sipas një studimi të ri. Mënyra se si trupi yt reagon ndaj kafeinës lidhet ndoshta edhe me shenjën e horoskopit. Ja se si ndikon tek secila shenjë. Dashi Luani, shigjetari, ka një tolerancë të lartë ndaj kafeinës. Kafeja i energjizon edhe më shumë dhe i bën më të zhurmshëm, impulsiv dhe plot ide. Binjakët, peshorja, ujori, pin kafe për shoqëri dhe lidhje sociale. Nëse janë me dikë, pin 3, nëse janë vetëm, ndoshta harojnë edhe të pinë. U ndikon më shumë në humor se sa në trup. Gaforja, akrepi, peshqit, më të ndjeshmit ndaj kafeinës. Mund të ndihen më të trishtuar, nervoz apo të lodhur nëse teprojnë me një filxhan më shumë se zakonisht. Demi, Virgjëresha, Bricjapi, pin kafe me plan. Kanë rituale të sakta, se eksperimentojnë shumë, por kur u del rutina nga binarët ndihen të shpërqendruar. Astrologët thonë se kjo nuk është rastësi. Planeti yt udhëheqës, elementi që i përket shenjës, dhe ora e lindjes mund të ndikojnë në mënyrën se si trupi yt përthith kafeinën dhe kjo ndikon drejt për drejt në humorin dhe fokusin tënd gjatë ditës.